This is Robert is Albanian shqiptarët kur janë në teqe. Baba Hakuran Nikolari. Shqiptarët kur janë në teqe. I'll try. Okay. Gabim, shumë gabim. Shqiptare janë. It says, I hope, it says the Albanians who have a teqe have Islam, and who have a church and have orthodoxy, but above all they have head and crown of Eagles. Thank you, Shapoinis, yes. And like a in the red. In the red flag. The symbol of Albania is this one. Mirë ditë. Si jeni mirë? Mirë, unë jam shumë mirë. This is a room when Baba Hakuran is waiting the people. Rob shpallëmënderit shumë. Me zemra. Me zemra. Me zemrën në Shqipëria. Të puth? Ha. So we're being greeted by the staff. Normally greeted by the Baba, but Baba Hakurani vërtet nuk është më fizikisht pranesh, por puna dhe shërbesa që ai ka bërë të gjithë komunitetit të Përmetit, por jo vetëm, unë do thoja dhe të gjithë besimtarëve nga gjithë Shqipëria është ajo që flet. Besimi, harmonia dhe dashuria që ai kishte për gjithçka është përcjellë edhe në të gjithë këta njerëz të nderuar që kanë zgjedhur të punojnë, duke qenë se edhe babai nuk është fizikisht, këtu puna vazhdon po një lloj, mikpritja e njerëzve të tij, siç po e shikon edhe vet, është po një lloj, asgjë nuk ka ndryshuar, por është vetëm një fakt që Babai Hakurani tani është në zemrat e të gjithëve neve, dhe patjetër në mendjen tonë për ta kujtuar përherë si një klerik të jashtëzakonshëm me virtyte shumë të larta, një shprehje që Babai Hakurani e përdorte rrallë në intervistat e tij, po shpesh me popullin që vinte dhe e frekuenton ende këtë teqe, ishte që çdo musliman në teqe është bektashi dhe çdo bektashi në kish është ortodoks. I bashkojnë kokët e shqiponjës, ngjyra e kuqe e flamurit dhe krahët e shqiponjës, dhe e mbyllte me një shprehje shumë të rëndësishme, siç dihet për bektashizmin, atë dashuria është një nga elementet kryesore, roft Shqipëria dhe rofshin forcat e armatosura shqiptare, dhe jo pa qëllime thoshte këtë gjë, e thoshte për gjithë sigurinë e territorit të kombit shqiptar. Po. Edhe unë doja t'u thoja një faleminderit sinqerisht të gjithë atyre punëtorëve, unë përpara atyre jam shumë i vogël sigurisht, edhe në moshë, edhe në sjellje, edhe në kontribut. Kontribut në komentar. Yes, në teqe. Por doja t'u thoja faleminderit që po e vazhdojnë këtë traditë, ashtu se sikur se e thash dhe më përpara, njësoj sikur se babai të ishte këtu me ne. Dhe ti po e shikon vetë, po e pren nga afër gjithë mikpritjen dhe gjithë dashurinë dhe gjithë energjinë pozitive që teqeja e Ari Postivanit, teqeja e Frashit, teqeja e Sfrajt dhe të gjitha teqet e tjera që Babai Hakurani ka ngritur me shumë sakrificë, me shumë dashuri, po ajo çka është më shumë e rëndësishme, me shumë mbështetje, dashuri dhe mirënjohje për njerëzit dhe për kombin shqiptar. Po, faleminderit shumë. Faleminderit. Gëzuar. Kafe? Kafe. Do you have? Jo, gëzuar me kafe, s'ka problem? Is the tolerance. Ti pi raki, Robert, e kisha lën rakin? Sa muaj lë rakin? Se pash intervistën tënde. Me raki? Po. Shumë mirë, unë pëlqen shumë. Unë nuk pive shumë. Po. Tani... E ke filluar prapë. Po. Raki është shumë mirë.
është e gjitha E qet, shumë e qet. Kjo raki Robert është e nxjerr nga vreshtat e teqes së Ali Postivanit. Ali Postivan raki. Po, është një rush që rritet edhe zhvillohet në të gjithë këtë zonë, ne përpara folëm për lulet, në kodrat për teqes së Ali Postivanit, përpara folëm për lulet dhe unë thash që nuk janë vetëm lulet dhe trëndafilat karakteristike të qeve dhe kopshteve për e teqes dhe familjeve të përmetit, po janë dhe pemët frutore. Po, me shumë pemë afa në teqe për ushqim. Me shumë gjelbërim dhe është një detaj shumë interesant që gjetet janë ngjyrë gjelbër dhe simboli i bektashizmit është ngjyra e gjelbër, sepse është vijimësia e jetës. Po. Ne Robert vizituam dhe qëndruam dhe provuam rakinë e teqes së Ali Postivanit dhe tani do vizitojmë një nga dhomat më të veçanta dhe atë që është një nga emblemat, do thoja unë, një nga emblemat e formimit, të leximit dhe ajo që është më e rëndësishme pasurimit të mendjes sepse bektashit janë shumë të mençur. Si të gjithë shqiptarët. Unë shkruaj me anglisht shqip. Baba e Kurani ka pasur një dëshirë shumë të rëndësishme dhe shumë të madhe për librat dhe këtu ne ndodhemi në bibliotekën e teqes së Ali Postivanit, që është një nga gjërat më unike. Gjithashtu përveç bibliotekës që gjendet dhe ku ndodhemi ne fizikisht, këtu gjendet edhe një libër për të gjithë turistët, vizitorët, mysafirët dhe besimtarët, në të cilët do të lëmë dhe do të lëmë impresionet tona dhe përshtypjet tona për këtë teqe. Shumë vizitor nga Ali Postivan me shumë turist këtu? Sigurisht që ka shumë vizitor dhe turist, sepse është ndoshta një nga objektet e kultit më të bukura që ka Shqipëria, për shkak të pozicionit gjeografik, po dhe të infrastrukturës dhe të punës së jashtëzakonshme që është bërë këtu. Është shumë mirë. Dhe dëshira e turistëve është për të parë të gjithë këtë gjë për shkak të unikalitetit që është vetëm në Shqipëri. Unique in the world this. Dhe për ne është një vlerë shumë e rëndësishme dhe ne prandaj shërbejmë me kaq dashuri dhe me kaq përkushtim dhe ndaj e tregojmë me kaq respekt, sepse është detyra tonë. Unë dua shkruaj. Patjetër. Shumë mirë. Frasha, bravo. Fanolli. Librin është shumë mirë. Fanolli was a bishop, but he started off as a politician and ended up as a Orthodox Christian bishop based in Boston. And their book is naturally amongst theirs as well, with some Bektashi books. And there we have Naim Frasheri. Faleminderit shumë. Faleminderit.